أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Allahun e lartësuar e falenderojmë, salavatet, selamet pejgamberit ton, alayhi salatu wassalam, e dërgojmë, për Allahu xhel që të na falë, të na udhëzojë, të na përmirësojë në jetët dhe veprat tona në këtë ditë të bekuar xumaje. Të dashur vëllezër, vazhdojmë aty ku e kemi lënë javën e kaluar, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam treguam se vetit e tija përmendeshin edhe në librat e kaluar, në Teurat dhe në Injil. Në Teurat dhe në Injil. E kishin pyet, ju e dini, në Teurat, Abdullah ibn Salamin edhe Abdullah ibn Amr ibn al-Asin për cilësitë e pejgamberit alayhi salatu wassalam në Teurat, ai tha në Teurat është i përmendur o ti pejgamber, ne ty të dërguam dëshmitar, përgëzues dhe qortues, po ashtu tërheqës i vërejtjes apo mbrojtës i njerëzve, i popullit. Anta abdi wa rasuli, ti je rob i imi dhe i dërguar nga unë. Semmejtuke al-mutawakkil, ty të kam qujt, kam emru edhe me emrin ai që mbështetet shumë të Allahu. Lejse bi fadhin wala ghalidh, ti as nuk e ngrit zërin me fol pa edukat, por as nuk flet fjalë të ndyta. Dhe më thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk e ka ngrit zërin, ka qenë i arsyeshëm në bisedë, e vetmja gjë kur ai ka ngrit zërin ka qenë në luftë. Në luftë kundër armikut, ose në këshilla, kur ka qenë pyetje tërheqja e vrejtjes, kur i ka këshillu sahabët me urujt nga zjarri i xhehenamit. Në këto raste edhe ju ka skuq fytyra duke këshillu gjithmonë, por është vrejt serioziteti në këshillën e tij. Por nga ana tjetër nuk ka qenë i paedukum në muhabet, nuk ka fol fjalë që si kanë hija atij, as nuk ka fol fjalë që janë ofendim për të tjerët, duke ja përmend ndonjë cilësi, ndonjë ves, ndonjë fjalë nënçmuese palës tjetër. Ku na shohim se njerëzit të cilët kanë pozita e humbin ndjesinë e respektit për të tjerët për shkak të pozitës që e kanë. Prandaj ja tërheq vërejtjen vetes time, edhe juve, edhe çdo kujt që dëgjon këtë video, nëse keni pozitë, edhe vin njerëzit kanë punë me ty, ndoshta ty tu ka bën rutinë ajo punë, edhe ti je lodh me njëjtat pyetje. Ka njerëz që punojnë në administratë, për shembull, komunës, edhe vin njerëzit, çfarë letra duhet me nxjerr, për shembull, për pensionin e prindit. Edhe për ditë vin ka 5, ka 6, ka 10 çështu që pyetin, se çdo ditë dalin njerëzit në pension. Edhe këti ju ka bën rutinë, ju ka bën kjo i shkon për nerva, edhe sillet keq me ata që e pyesin. Na themi, nuk dush mu sill keq, se secili do të pyet një herë, ty e vërtet që tu ka bën shumë, ama aty në është një herë po vjen, ti me secilin dush mu sill njëjtë, ose me shku te mjeku. Edhe njerëzit për hallet e vet aty tu ka bën normal një smundje të caktuar që ti merresh çdo ditë me ta. Ndoshta është e thjeshtë, ajo e lehtë, e bën pa rrezik. Por ai që i ka ndodhur te djali vet, te çika vet, ai ka për herë të parë dhe tutet. Shkon, ha doktor, çka puna? Ti mos e thuj sa kur gjë. S'ke nevojë më së tut. Ja shpjegoja njerëzit.
shpjegoja me fjalë të amla, të buta, të mira. Unë e di se të kanë lodhë, çdo ditë të pyet, ndoshta ka 10, 15 të pyetin për të njëjtin problem. Por fjalët e mira mbrana profesionit është edhe nderim i vetës edhe i palës tjetër, po ashtu është edhe dhënje haku të profesionit tënë. Vjen e pyesin hoxhën, bon maki 30 vet, 50 vet në ditë për punën e abdesit, që janë meselet më të thjeshta, mund me thonë, për ibadet. Abdesi është mesela më e thjeshtë, por dikush nuk e di. S'bën mi thonë hoxha atij që pyet, mi thonë, që pas pe dish abdesin me marra, por nuk e di, se di. Ai ka sot me mësu. Që shpë burri ke bo që ka që vjetë, si e të ditë, edhe nëse i ka bo që vjetë, ti prap dush mi a spjegu, ti e ku obligim mi a spjegu. E keni ndëgjua të meselen që pas ka shku një plak dhe i ka thonë hoxhës, kur të falem hoxhë, në sejtë dhe qëka du të me thonë? Hoxha ka pyte, ka pa që e vjetër. I ka thonë, sa vjetë i ki, si me thonë 70 vjetë, pra përse 70, 75. Pa, më thonë, s'dish që shme thonë sejtë, se falë kur, jo vëllë, hoxhë nuk e di. Hoxha i pas ka thonë, kur të bishin sejtë, thuj 3 herë, kuku për mu, kuku për mu, kuku për mu. Në themi, a ka bazë kjo në fe? Jo, nuk ka bazë. Jo, kjo gabim. Unë e kuptoj, edhe kjo, nëse u kone vërtet, e kuptoj se është tërhekje e vrejtës, mi thonë njerëzve, o bura, prizat Zotit, mëse bini punën, mi bo 75 vjetë, që atëherë me të kujtu që shtuot në sejtë, dhe manë se s'ke mësu ma herët se interesu. Me gjithata, qëka e kemë obligim na? Na e kemë obligim fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Zoti i lartësuar e pranon pendimin deri në momentet e fundit kur shpirti s'ka këtu në grop fyti, deri që atëherë na duhet me mbajtë myt të njerëzit edhe nëse i ka bon 100 vjet. Ti zguzon mi thon kuku për ty. Elhamdulillah, mirë se ke ardhur në dinin e Allahit. Mirë se ka ardhur në namaz. Mirë se ka ardhur në sejdë. Von, jo sa von. A u kon më mirë më herët? Pa dyshim që kon më mirë më herët. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë 7 persona do të jenë hije në arshit Allahit atë ditë kur s'ka hije tjetër pas asaj hije. Një prej tyre është djali i ri, i cili është rrit në adhurim ndaj Allahit. Në adhurim, në ibadet. Nuk është si një i ri i cili kur haramin se ka prek, kur haramit s'u ka afru. Prej 2-13 vjetë, ka hynë bëlyk, të shku në xhami, të e di që ka në halali, të urujt për Zotit. Me një i cili ka provu gjitha haramet poshtë e naltë, masa ne u këtu në rrugë Zotit. A du të jam shel, astaghfirullah, kërkuj mi jam shel rrugën jo. Kërkuj me i dhonë kritika jo, gjithë se cili para Allahut ka me dalë vetë. Por, pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ka qenë person i cili i ka hup motivin njerëzve. Jo mi hup motivin. A dini që sahabët, së cili ka menu, kur e taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dëgjoni kjo është shumë subhanallahu me rëndësi. Është një art i zemërgjërsis. Zemërgjon ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Së cili sahab ka menu që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata, çat personin kë ka menu qashtu njët kanë, se pejgamberi thot, mu mas shumë të mdo pi kredve. A dini pëse? Qa që sjell mirë me së cilët ja ka dhona të hakin, sa sahabët kanë thonë, qa që po sjell mirë me mu, sigur të mu mdo ma shumë se kred. Kër e kanë pyet, kush është njeri më i dashur për ty, ja Rasulallah, ka thonë Aisha. Prej burrave, ka thonë baba i saj, Ebu Bekri. Kur ka folë për dorë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuj, kur nuk e ka largu dorën i pare. Me thonë si shenjë, po e di në çmimja, si ta quj.
kalon deri sa ai tjetri e ka lshu dorën, që mi dhonë me kuptu se unë të respektoj ty. Andaj, fjalët e këqija nuk na takojnë neve. Nëse vjen dikush në xhami, po ju këshilloj ju të cilët jeni me 5 vakte dhe jeni të rregull në xhami. Një prej vërejtjeve që kemi ndaj disa prej neve 5 vaktlive, është se ku na vjen një ilagjës risht në xhami, ka nisë tashmar në xhami. Ka prej xhamatit që fillojnë me kritiku, në vend se me motivu, e kritikojnë. Inshallah s'ka këtu qase. Shkojnë edhe i thojnë, kush pas ka në xhami? A erdhe dhe ti, a pëshojsh që s'ki kush kanë, s'ki qare parë në xhami. Vonë ka dalë gjumi. Edhe ai qka, ma mirë mi pasra shuplak ati. Kuptojnë një sen, kush jetë ti, me respekt, më falë që po thëmë këta, kush jetë ti që me i qitë në gjyqë njerëzit, kur vinë në xhami, kur s'vinë në xhami. Xhamia sa është e jotja, është edhe ati. Po unë jam të ardhë për ditë, për veti e të ardhë, veç për veti. Me fitu se va për veti, kur gjë tjetër. Kush vjen, kur vjen, çka bën? Na veç e mshelet gojnë. Kjo është madhështia e Islamit, që si jep kërkuj për parësin dhe i tjetërit. Në kohën e moqme, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jënë konë dy shokë, njoni mëkatar, edhe njoni ibadetgji, po falet shumë, po lutet shumë, po i thot shokit vetë, ktheu te Zoti, pendohu te Zoti, pendohu te Zoti, ai pja banë, inshallah, që, edhe pak, po, pendohu te Zoti, po, inshallah. Dikur këti që po e këshillën, ju sos sabri. Edhe e lujti rolin e qatit Zotit shpis, si kurse dikush që e lu në rolin e të Zotit xhamis. A dini për emrave të xhamis, që ka emrin xhamia në ryshe? Shpia e Allahut. Pse? Se nuk është as shpia e jema ase jotja. Nuk është pasunia ase jemi ase jotja. O shpia e Zotit. Për mi thonë njerëzve, o burra, krejt jeni të barabartë në xhami. E ky për të i thonë, inshallah, ai një dit e hupi sabrin, edhe i tha, wallahi, Zoti kur s'ka me të falë ty. Inshallah, po, kur mo, hajde. Këtu e të i kalej kufinin e vetë. Me ftu tjetërin fe, mosunal, të njetën, me fjallë të mira. Me fillu me e gjyku, ty s'të falë Zoti, a këtu o gabim. Allahu Gjelleshanuhu i zbriti pejgamberit ati zemani, këtë shpallje. Shko tha bëni selam që ati filonit, që është shumë i devotshëm, edhe thuj, ti e gjykove more rolin tim, rolin e Zotit. Zoti s'ka me të falë kur, e une për me të vërtetu se une kam mëshirën e madhe, rahmetin e madhe. Edhe une s'të pës ty heq, edhe ty s'të kumlon gjykatës në fytyrë tokës, po unë jam gjykatës në tokë edhe në qilë. Selam, prej Allahit, Zoti e ka falë ata, me mëkatët e tia, e ty që u bone i kalove kompetencat e tua, Zoti ti ka shkatru krejt punë të mira që i ke bë deri sot. Dhe më thonë, nuk jeni 0-0 të dytë. Jo, nuk jeni 0-0. A i ka pas gjënohe plët, o konë qëtu poshtë. Ti ke pas sevape, qëtu naltë. Zoti Azza wa Jall, që ta ngriti, se Zotit nuk i kushan kur gjam ja falë mëkatet robit. O Zoti veç një sen nuk e falë, shirkun, kufrin, me i bo shok Allahit, me besu se ka hoxh, me besu se ka she, pope, prift, që ta din të ardhmën tonë, me shkut. O gjo, qërë një suret, djallit, që kjo ka ma gjitë, që kjo djalli jam, për ta bini tesh, a kjo është shirk. Me shku të vorit e tyrbja me lonë pare, me minu sa i vdekmit, që të Zoti si falë. Me thonë, janë dy Zota, shtu a ne, shirkun e dini që është, me i bon shok Allahit, ose kufër me mohu Zotin, ato se falë mëkatet, mund mi falë.
Tha, këti tha që i ka bo gjënat, ja falet gjënat, e shpërbleva me xhenet. E ty që ke bo se vapit të jetën, ti jetë është në zerra. Hajde, provaje, ja dha dhe një shansë Allah. Provaje, ngritu edhe njëherë, ama zerë je. Apo mu i ka Zoti mi t'ju punë të mira, po. Nëse, mas të mirave bënd të këqia, ti hup. Edhe kundër ta, nëse ke bot këqia, pastaj ke bot mira, këto punë të mira ta fshin punën e keqe. Pse? Sepse me rahmetin e Allahit, një punë e mirë në Islam shpërblehet mas paku 10 fish. Mas paku 10 fish. Mesatarja 700 fish. Edhe ma e nalta pa kufi. Veç ky ymet, në kohën e Musës a.s. e ke bon një namaz, tu ka shkru sa një namaz. Në kohën e Isës qashtu, në kohën e Ibrahimit qashtu. Në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu me rahmetin e vet ka dashur ymeti i fundit. Me pas ymrin më të vogël, më të shkurt, sepse dunjoja u burg. Edhe vendi sprovave. Zoti ka dashur me lënë 60 vjet mesataren për këtë ymet. Jo që s'na do. Pse na do edhe na kalon jetën e shkurt. Mos me vujt shumë. Është interesant, Allahu po ta do të mirën ty. Po thot, unë ymrin ta kom lënë mesatar 60 vjet, sepse kjo azab, dunjoja burg për besimtarin, me shku ma shpet në xhenet. Insani çka bën? Shumë e do që ato çka Allahu e urrejnë. Allah e pe urrejnë dunjon. Robi shumë e do. Mi pas 30 sahat punën. Sikur po i thot Zotit, si jam i kënaqur ti, por 60 vjet 70 ti ka dhënë mesatare, edhe të ka bo me shpërblime. Me shpërblime 10 fish mas paku. E 700 fish. Prandaj, kush e bën një të mirë, i shpërblet 10 fish. Ja fshin këto gjënate, inshallah jamun. Pra jemi të pika, pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ka qenë person që ka fol fjalë të këqija. As se ka ngrit zanin, as nuk ka ofendu, as nuk ka shah. Në fjalur të pejgamberit alayhi salatu wasalam nuk ka ekzistuar shamja. Mas shumti që përmend transmetimi është kur pejgamberi alayhi salatu wasalam ndonjërin prej muslimanëve në shenje loje e ka mallku. Në shenje loje e ka mallku. Për shembull, në gjuhën arabe thuhet teribet yadak. Shqip nëse përkthejmë bukfalisht i bjerë të thafshin durt. Por kjo është sinonim i fjalës u mush me bereqet, me begati. Pashtu njerë ka shku tek Muawiju radhiyallahu anhu, e ka gjetë në shtëpi të hongër buk. Edhe po i thët familjarëve, ko Muawiju të hongër buk, tha lene mëse ngusni let haje. Muawiju shumë kish hongër, s'kish ditë mungi. Ashtu do njerëz hanë ma shumë. Mas një disa minutave, tha, a hongër, tha jo, ja Rasulullah ala, le, tha mëse ngusni. Për streti, a hongër bre ma ungi, tha jo, tha kur mos ungif, edhe keshe. Pejgamberi alayhi salatu wasalam masanë na dul Muawiju. Në fund të jetës e ka bënë dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë o Allah, e kam mallku në shenjë loje që e përmenda edhe hajgare, ktheja çat mallkim edhe pse u kon loje edhe hajgare, në mëshirë dhe dua për çata. Në mëshirë dhe në dua. Prej rahmetit ti, të dashur vëllezër, pejgamberi alayhi salatu wasalam transmetohet se kur vet ai nuk ka vrarë njeri me dorën e tij, as nuk ka shit san me dorën e tij. Marrni këtë informat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në betejën e Uhudit veç një njeri e ka vrarë. Ka qenë i fuqishëm sa kemi thonë në disa transmetime 30 burra, e në disa 40 s'kan pas fuqi sa pejgamberi alayhi salatu wasalam.
edhe më të fortin e Mekës, Resulullah sallallahu alaihi wasallam po thonë në kështu për 2-3 sekonda ka rrezu kur ka ndal mundje. Por Allahu xhaleshanuhu e ka dërgu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ty ne të kemi dërgu mëshirë për mbar gjithësinë. Për mbar gjithësinë, jo vetëm për njerëzit, edhe për gjinët, edhe për kafshat, edhe për shpenzët, edhe për peshqit ndeti. E dini se nuk ka gjallës që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka mbrojt me rregullat islame. Ju e dini se nuk bën kafshën me e myt për pikë qefit. Për pikë qefit. Për një dobi shëndetësore ose mjekësore ose sigurisë bën shëndetësore me hongër. Mjedisore nëse fillan me bë dëm, derri ose ujku. Etjere. Për çdo sen ka rregulla. Edhe për kafshët edhe për shpenzët ka pru rregulla pejgamberi alayhi salatu wasallam që është mëshirë për ta. Ky burr i madh nuk ka myt njerëz. Në për betejë ka marrë pjesë, po. A ka myt me myt, po. Në të gjitha betejat pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka qasë safët me shpatën e tij. E ka mbrojt sahabët, e ka mbrojt veten, por asnjënit nuk i ka ra. Veç i ka lodh armiqt. Kur i mbledh diku në shpaqe që aty 10 vete janë organizu mirë, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka shkuar dhe ka çaq atë organizim, ka prish organizimin. E ka pa që janë bën një mburojë mirë, një strategji e kanë bërë xhafirat të mirë, ka shkuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe e ka thyçat. Sahabët në Hunain kur janë shpartallu nga shtizat e shigjetat e armiqve që kanë ardhur që kanë bërë një kurth armiqt, thot Aliu radhiyallahu anhu, a dini Aliu një prej trimeve më të mëdha ka qenë. Aliu thot, kemi fillu më tut, sa sahabët kanë ikë, kemi me thot as 100 veta, jemi mshef mas pejgamberit alayhi salatu wassalam. Jemi mshef mas Resulullah me shpat ty largu shtizat dhe shigjetat. Kur i kanë gjujt në Uhud, atë shumë e ka mbrojt veten, qatë shumë që ka pas armiq, sa e kanë pas sahabët se e kanë synim me myt pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ka shku Talha ibn Ubaydullahu bashkë të inimu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili me shpat po mbronte veten e vet, sa që qatë shumë e kanë sulmu, Resulullah sallallahu alaihi wasallam kanë arrit me ia bën veç një plag në faqe. Talhas, shikoni sa u kon sulmi i madh, edhe çfarë dallimi në fuqinë e pejgamberit dhe fuqinë e Talhas. Talhas e kanë bën mbi 80 plag. Pra me të dytë po luftojnë, këti një plag, këti 80 sa. 80 sa, domethënë më shumë se 80. Kjo fjala 80 sa në arabisht është pi 83 deri në 87. Fjala ca i pa ca njerëz. Ca njerëz 3 deri në 7, 2 jo, 3 mundën 4, mundën 5, mundën 6, mundën 7, 8 jo s'mundën. Fjala ca tregon prej 8, domethënë prej 3 deri në 7, 80 ca. Plag. Ka mbrojt veten e vet. Po me vra, Zoti ka thonë ti je mëshirë për njerëzit, ti nuk je azab. Përveç një armiku që në Mekë e ka marrë veten shumë trim. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka kalu të bë tavaf, ai ka thonë Muhammed, po të jap besën, që unë ty kam të vra. E ka kthy pejgamberi alayhi salatu wasalam kryt ka thonë unë po të jap besën që ty kam të vra. Kur ka shkuar në shtëpi ka thonë la ilaha illallah. Ku për mu? Resulullah sallallahu alaihi wasallam, në isha që ka thonë Resulullah se ka besu, se Allahun e kanë besu edhe mushrikt. Po pejgamberi nuk e kanë besu edhe Zotit i kanë bërë shirk. Kjo i kanë nxjerrë prej fesë. Thot, më tha që ka me të myt, ai kur ta thot një fjalë man. Pastaj për me majt fjalën pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe ka myt. Në betejë, mas krymjes betejës ka marrë një shtiz edhe ka gjujt prej larg, ai ka thirrë në dy luftim. Hajde, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dalë përballë, edhe pse ka qenë larg shumë, ai në kal kënë tokë,
edhe ka gjujt derisa këtu e ka prek në fyt, edhe këtë pjesën e fytit, gërklanin që themi, ja ka shku, edhe ka fillu gjaku, pastaj me i pike me i shku në luks, nga dhimbjet e mëdha, edhe ka vdek, edhe ka bobe, ka thonë, që kjo ka me myt. Pra pejgamberi kur nuk ka myt njëri përveç këtij rasti. Dhe e dyta, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka shit diçka. Ju kretë dini se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë tregtar. Po ka qenë tregtar. Ka bo shit blerje, por vetë nuk ka shit. Mi thonë, a për vlenë qëto, 5 euro, jo 4 euro, jo 6 euro, vetë jo. Ka pas punëtorët që janë marrë. Kush ka shku të pejgamberi alayhi salatu wassalam edhe i ka pëlqyer diçka? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë ja ka fal. Gjithë ja ka fal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gjithë ka ble. Dhe ka ble gjithmonë me çmim më shumë se sa ka shku në treg. Gjabir ibn Abdullahu të kthy prej Tebukut, devja ju ka lodh. Ka qenë vlla i cili ka pas mond motra. I kanë ndek prindët, e kanë lënë, zero e kanë lënë. Me fukarallëk. Ka shku e ka marrë, o martu me një grua pak më të vjetër. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Së martove me një të moshës tonë më të re." Thotë, "Jo, ja Rasulullah, mora një që o kone martuane ja diranin fëmijëve me mikshir motrat e vogla." Thotë devja, thotë, "Mu lodh." Shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i bën devës. Bismillah. Ngjallët devja. Po, pa u bë e para, bereqeti pejgamberit alayhi salatu wasalam. Tash Rasulullah po i thot, Gjabir, sa më shesesh? Çe kaç? Jo, çe kaç, më shumë. Po ja Rasulullah, më lejon me shku deri në Medinë me ta. Po, rri, në shtëpinë e saj. Kur shkojnë në Medinë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja çoi parat më një herë, se di që ka nevojë. Ky i tha, ja Rasulullah, po ta bi devën. Keshi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Devën tha ta kom fal. Apo mënon që për një metë kësha marra. Por në rësyt njerëzve ka bo pazar kitë se pja vlen devën. Në fakt ka dash me adhon që të pare. Pra edhe para pejgamberllukut, para se më konë pejgamber, kur ka shku me agjen e vetë si fmi, pastaj kur ka shku si punëtori Hatijës, me bo shitblerje vetë nuk ka bo. Qka i është lypë Resulullahit sallallahu alaihi wasallam e ka falë, teshën pi trupit sa e ka vesh, e dini ju, gjybën e ka pas me 17 harna. Nuk më e paramendoj une. Nuk më e paramendoj. Ma i dashni Allahu të zgjallë që Zoti Gjeleshanu i ka thonë nëse dënë gjdo gur që e prej këti mu bo dukat. Me hecë me një gjybe 17 harna. Për me thonë me kuptu ku do që më rinë. A i ka më rinë në qelë. Ka shkuta Allahu Gjeleshanu në qelë. Prap ka mbet abduhu wa rasulu. Rabi Allahit. I thjesht. Gjybët kër i kanë thonë gjybët qatë shtrajt, sa ka njeri sa ka vesh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa dul mes njerëzve. Ja Rasulullah, shumë e pas këtë bukur që të gjybe. E ka hekë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe merre. I thanë sahab, qysh ja morë? Po sa ja prun njerëzit dhe u bom razi, shqyre veshin ja të re. Tha vallaj, po du, tha që kur të vdes më u qefinos me këtë gjybe ndoshta trupi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku ka prek. Allahu Gjeleshanu mos më ma djeg trupin tem, hatri qasoj gjybe që ka prek në trup të pejgamberit alayhi salatu wasalam, pastaj në trupin tim. Prandaj të dashur vëllezër, këtë e mësimi, nuk po them që na nuk duhet me bë tregti, po me pas kujdes kur bëjmë me qit Allahin para interesit dunjas. Se pasha Zotin vjen një sekond, njëri korritet për pak. Allahu mos na korrit kur, as në dunja, as në ditën e kiametit, as në ditën e gjykimit. Ya Rahman Rahimin. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.